Jemi rikthyer në studio mbasaj reklame fantastike të Unionet Western Union që mundson pagesën e pushimeve nga telefoni. Pra ju e zgjidhni që e zgjidhni nga telefoni, paguajeni nga telefoni. Ore na telefoni mund të bësh përveç seksit çdo gjë tjetër o vlla. Çnamin mund bësh. Jemi me Mirgenin e dashur që do të bëj akuzën. Migeni ka një çështje specifike shumë të veçantë që ne si studio e përkrajmë dhe mbështesim do na e thot vet. Shumë faleminderit, vim nga një sesion lufte, po tani është një moment shumë i rëndësishëm, sepse ne së bashku me një ekip nga Korça, të cilët kanë nisur një iniciativë shumë interesante, që është një mënyrë e qëndrueshme se si t'i vim në ndihmë fëmijëve të cilët kanë sëmundje në forma të atilla që shteti nuk i shëron dot, ose nuk i diagnostikon dot, dhe të mos ngelen në mëshirë të GoFundMe, të bamirësve që janë treguar të jashtëzakonshëm shqiptarët në këtë aspekt, po për t'i dhënë mundësinë që të gjithë të marrin këtë shërbim edhe të jetë më e qëndrueshme, ata kanë propozuar një nisëm ligjore, duke marrë një formular në KQZ, për të mbledhur 20.000 firma që këtë iniciativë ligjore tashmë ta kalojnë. Lutem, unë do t'ja dhe ju. Dua ta afirmos unë e para dhe Erioni natyrisht. Po ndërkohë ti e shpjegon. E vetmja, ne sot kemi një situatë ku familje të tëra shqiptarësh, kur i ze halli i fëmijëve të tyre, të cilët nuk e shërojnë dot në vendin tonë, detyrohen të dalin jashtë vendit në forma aratie, por me propozimin që ne bëjmë është që të shkurtohen afatet kohore, procedurat të cilat do duhet të ndiqen nga shteti. Transparenca maksimale, po edhe institucionet kenë një rol proaktiv, pra të mos ja lejnë familjes procedurën, aplikimin apo zgjedhjen e kësaj forme, po institucionet janë ato që menjëherë sa identifikojnë një rast serios të mosshërimit të fëmijës brenda sistemit tonë shëndetësor, të aktivizohet me njerë mekanizmi për të dërguar ati jashtë vendit, apo brenda vendit në spitalet le themi të specializuar. Ne kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve që këtë shërbim ta marrin zëvendës ministra, persona publik të cilët kanë qenë le themi ustallar apo ja kanë ditur mënyrën se si ta përdorin ligjin, por kjo të mos jetë më një histori e tillë për fëmijët shqiptar të cilët ne duhet i prioritizojmë në këtë situatë dhe nga 0 deri në 18 vjeç ta marrin këtë shërbim me një ligj të dedikuar, me një fond të dedikuar, me afate kohore më të shkurtra dhe me procedura më të shkurtuara. Dy firmat tona ja tek i Numri do ta dërgoj më vonë të kartës identitetit se kam tani me vete. Unë ju falenderoj ju shumë edhe sigurisht që do t'i bashkangjiten kësaj nisme sepse ne jemi pro fëmijëve të gjithë. Dhe jam i çuditur që su vete mendja atyre që janë krye. Kjo do të jetë një propozim që do të shkojë në parlament për votim, si është menduar nga ana juaj. Pra pasi të bëhet ky Pasit merret 20.000 firma, ne do të shkojmë në kuvend, atje kalon me një procedurë parlamentare dhe unë shpresoj shumë që të gjejmë bashkëpunimin e të gjitha forcave politike si një kaos qytetare thellësisht humane për t'i ndjekur, për ta realizuar këtë ligj edhe për të shpëtuar le të themi një herë mirë gjitha të kalvarë që familjeve jo vetëm ju bie tek sëmundja, por shpeshherë përballen edhe me kalvarin e strapacimit për të gjetur fonde alternative për fëmijët e tyre. Kështu që unë shpresoj shumë që të na mbështesin qytetarët, ashtu siç e kanë treguar në këto ditë, jemi diku tek 6.000, 7.000 firma të mbledhura deri më tashmë dhe mbeten edhe pak muaj për të mbledhur. Ka nisur vetëm në Korçë, grupi iniciator është nga Korça, janë aty një grup Ardit Konomi, Evisi, janë një grup qytetarësh korçar, të jashtëzakonshëm, të cilët u vënë kontakt edhe me ne dhe ne me shumë kënaqësi dhe shumë dëshirë dhe me shumë detyrë patriotike do i mbështesim duke koordinuar dhe lehtësuar procesin e Tiranës, ndërkohë do të jemi në Shkodër, do të jemi në Durrës, do të jemi në Vlorë, në kanalin e komunikimit Nisma për fëmijët në Facebook. Gjithmonë më vjen, do me thënë shkallë. Janë me 10 politikanë që paguen me paratë e shqiptarve, se nuk janë vetëm ata 120 që janë parlament, po janë dhe këshilltarët e tyre, kanë zyra, kanë makina, kanë andekte, janë me 10 njerëz që paguen. Ure, si su shkon në mendje këtyre njerë që janë në shtet? Me dhe si nuk u ka vajt në mendje këtyre që e kanë për detyrë. Me siguracionin privat ata prandaj. Shikoj Elion. Për vete e kanë Terezia. Ishte jashtëzakonshme kur ne u përfshim në këtë
kishim raste familjare. Dhe unë mendoja që këto ishin raste të familjeve që u binte halli. Kur kemi dalë në rrugë që të marrin firmat, aty kemi kuptuar që nuk është vetëm çështje familjare ose individuale, por është çështje shoqërore. Kushdo ka pasur një histori të tillë të familjeve të cilat aratisen dhe shteti ose le të themi nuk i është gjendur ose janë ndjerë të braktisur. Të gjithë ata zyrtarë që ju thatë me të drejtë, sigurisht ne jetojmë në një vend ku sistemi, kemi folur edhe herë tjetër për sistemin e shëndetësisë, shpeshherë është histori korrupsioni, por me angazhimin qytetar, le të kemi mundësi ta zhbëjmë. Të gjithë ata që kanë një agjendë tjetër për të pasuruar shpejt apo për të gëzuar kolltuqet, le t'i bëjnë të ndjehen të parehatshëm duke u ushtruar presion në këtë formë. Okej. Unë falenderoj shumë bashkërisht me akuzën, me këtë akuzë, të kthej edhe njërë në vëmendje, ju e dini që kryetarja e Bashkisë së Vlorës ka dalë në një deklarat dhe ka vendosur çmimet për shezllonat në vijën bregdetare Vlorë, ka dalë ky Sarandës apo s'ka dalë akoma? Jo, se di s'ka dalë. Dhe e vërteta e bukur, se disa e paraqisin ndryshe këtë lajm dhe disa të tjerë e shfaqin ndryshe. E vërteta është që hapësira publike është zvogëluar. Dhe këtë nuk e thot njëri, thot është akoma hapësira publike, por do të vendosen dhe çadra me shezllongët nga bashkia dhe qiraja për të gjithë do të jetë jo më lartë se 7.000 lekë të vjetra. Po. Kjo është pak a shumë. Tani duhet gëzohemi për këtë gjëne? Si duket e bëjnë që ne nga mali të mos zbresim edhe të zem Bregdetit. A u infektua dhe kjo nga ish ministrja, po. Është fati keq që përgjithsisht bashkitë dhe këta zyrtarë nuk mbajnë në vëmendje interesin publik, si të zgjedhur nga publiku, si të zgjedhur nga qytetarët, po mundohen të strapacojnë edhe të vendosin gjithmonë tra për qytetarët. Se përfunduan deri në 20-25.000 lekë shezllongat në vijën bregdetare. Që kjo është e mirë, se të paktën nuk qohet më shumë se 7.000 lekë. Por që ti të zvoglosh vijën bregdetare, ku qytetarët të kenë mundësi të vendosin çadrat, ore nuk dua fare të shtrihem në shezllongët. Birës as nuk dua të shtrihem, dua të rinë këmbë. Të nderuar moderator, ne e shëtisim Evropën dhe e shëtisim vendet e rajonit dhe e kuptojmë që atje ka më shumë publike se sa private. Barcelona, për shembull, është tërësisht publike. Që e dashur kryetare, me gjithë respektin që kemi për ty, ja ke fut kot. Ja ka fut kot VKM-ja, se ajo në zbatim të VKM-s është. Nese, nuk e bërë ndonjë gjë, domethënë. Është në zbatim të VKM-s. Përsërit edhe njëherë akuzën në përfundim të lutem. S'kemi kohë, me një fjali. Ne kemi nevojë për ndihmën e çdo qytetari për të mbledhur firmat, për të bërë presionin e dur tek zyrtarët tanë të sistemit shëndetësor, të qeverisë, që fëmijët të cilët nuk diagnostikohen në sistemin tonë dhe ata të cilët nuk kanë mundësi të shërohen në sistemin tonë, të marrin shërimin e tyre jashtë vendit apo në spitalet e specializuar, si e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetë, dhe do duhet që këto institucione të reagojnë në mënyrë proaktive dhe aktive për këtë çështje. Po, për ta mbyllur këtu, unë e firmosa me njëra të fletën, se kur vjen puna për fëmijët, unë firmos me sy mbyllur, sepse e dua jetën dhe fëmijët. Së dyti, ku do kisha firmosur unë tjetër me sy mbyllur? Do kisha firmosur për një formular të Dorelanit. Qofse vjen një formular në Dorelani, me sy mbyllur do ta firmosja. Pse? E para se e kanë me ulje. E dyta se cilësi maksimale. Jasë të këtë, apo mos ato të cervikale? Po, ato do ta, është nisur, po vjen për ty, se e porosita të posaçëm. Dhe e treta, s'të pëlqeu kthe lekët. Dha, kështu e kemi ne. Pra, nuk është si këta që të marri lekët edhe thotë jo po s'u bë ajo gjëja. Dorelani. Pra, unë them që shteti duhet marrë karakteristikat e Dorelanit. Faleminderit. Natën e mirë dhe faleminderit që qëndruat me bardhazi në këtë të premte live këtu nga ABC-ja. Miru takofshim të premten e ardhshme.